ishte i vetmi që pranoi të përbollet me aktgjykimin për sulmin terrorist të Bonjskës. Duškan Maksimović erdhi prangosur në gjykatën themelore të Prishtinës për të dëgjuar vetë dënimin ndaj tij të shpallur nga trupi gjykues. Maksimović u dënua me 30 vite burgim për sulmin terrorist të 24 shtatorit 2023 në Bonjsk, por ai gjithashtu rezulton i përfshirë edhe një tjetër rast të rëndë që lidhet me zhvillimet në veri të Kosovës, barrikadat e dhjetorit 2022. Sipas aktakuzës së prokurisë speciale, Maksimović akuzohet se së bashku me persona të tjerë ka qenë pjesë e grupit që organizoi dhe mbështeti barrikadat në Zveçan dhe zona të tjera të Vereut me qëllim pengimin e funksionit të institucioneve të Kosovës dhe policisë së Kosovës. Vetë Maksimović ka pranuar para prokurorëve se kishte marrë pjesë disa herë në barrikadat e Rudarit dhe Bonjskës, por ai ka mohuar të ketë pasur rol organizativ. Ai ka deklaruar se kishte shkuar atje nga frika se mund të humbiste vendin e punës që punonte në hotelin Ranska Bonjska. Megjithatë, sipas prokurisë, provat e siguruar nga telefoni i tij tregon një tablo krejt tjetër. Nga ekzaminimi forenzik janë gjetur fotografi ku Maksimović shihet me uniformë ushtarake, jelek antiplomb, maskë dhe armë zjarre, si edhe fotografi të personave të tjerë të armatosur në zonën e barrikadave. Po ashtu ai ishte pjesë e një grupi në Viber me emrin Barrikada Disember 2022, ku komunikonte me Miloš Radosaljevicin dhe Nemanja Jolevićin, dy të akuzuar gjithashtu në këtë rast, si edhe me persona të tjerë. Në këtë grup janë gjetur mesazhe që flasin për uniforma, municion dhe organizimin në pjesëmarrjen në barrikada. Para prokurorëve, Maksimović ka pranuar se mesazhet e tilla si ka arritur uniforma, sot të gjithë do të pranojnë municion dhe komunikimet e tjera të ngjashme janë autentike. Megjithatë, ai ka thënë se nuk ka shpjegim për përmbajtjen e tyre. Ai gjithashtu ka pranuar se në disa fotografi shfaqet vetë i uniformuar, ndërsa në një rast ka konfirmuar se mbante edhe një pushkë gjuetie. Sipas prokurisë speciale, komunikimet, fotografi dhe materialet e tjera të gjetura në telefonin e tij dëshmojnë se Maksimović nuk ishte thjesht një pjesëmarrës pasiv në barrikada, por pjesë e rrjetit që koordinonte aktivitetet në terren, shpërndonte informacione operative dhe mbështeste organizimin e strukturave që vepronin në veri. Ndonsa ai vazhdon të mohojë përfshirjen në aktivitete kriminale, prokuria konsideron se provat e mbledhura tregojnë rol aktiv në grupin që qëndronte pas barrikadave të vitit 2022. Një epizod që sipas aktakuzës parapre organizimin e mëvonshëm të grupit të armatosur në veri, kulmuar me sulmin terrorist në Bonjsk, për të cilin Maksimović tashmë është dënuar me 30 vjet burgim.